Horoskopi ditor, 17 korrik 2026. Mesazhi I universit për shenjën tënde. Ka ditë kur gjithçka duket normale, por në heshtje diçka fillon të ndryshojë. 17 korriku sjell një energji të veçantë ku disa përgjigje mund të shfaqen, disa rrugë mund të bëhen më të qarta dhe disa mundësi mund të vinë pikërisht në momentin kur nuk I prisni. Ndoshta ke qenë duke pritur një lajm, një ndryshim, një shenjë që të tregojë nëse je në drejtimin e duhur. Ndoshta një situatë në jetën tënde ka mbetur pezull dhe ende nuk e ke kuptuar pse gjërat nuk kanë lëvizur. Por kjo ditë sjell një kujtesë të rëndësishme, jo çdo vonesë do të thotë pengesë. Ndonjëherë ajo që duket si pritje është thjesht përgatitja e një momenti më të përshtatshëm. Në këtë parashikim do të zbulojmë çfarë mesazhi sjell 17 korriku për secilën shenjë të zodiakut në dashuri, punë, financa dhe rrugën personale. Disa shenja mund të ndjejnë një shtysë të re, disa mund të marrin një qartësi që u ka munguar, ndërsa të tjera mund të kuptojnë se një kapitull I vjetër po përfundon për t'i hapur vend një fillimi të ri. Dëgjoje deri në fund, sepse mesazhi për shenjën tënde mund të jetë pikërisht ajo që ke nevojë të dëgjosh në këtë periudhë të korrikut. Dashi. Për ju, 17 korriku sjell një ndjesi lëvizjeje pas një periudhe ku shumë gjëra mund të jenë dukur të ngadalta. Mund të ndjeni dëshirën për të marrë kontrollin e një situate dhe për të mos pritur më gjatë për një përgjigje. Në punë, një ide që keni mbajtur prej kohësh mund të fillojë të marrë formë dhe të tërheqë vëmendjen e personave të duhur. Në financa, tregohuni të kujdesshëm me vendimet impulsive dhe mendoni më shumë për stabilitetin afatgjat. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të largojë një keqkuptim dhe të sjellë më shumë afërsi. Nëse jeni vetëm, një takim I zakonshëm mund të ketë një ndikim më të madh nga sa prisni. Mesazhi I kësaj dite për ju është: mos prisni gjithmonë shenjën perfekte, ndonjëherë duhet të jeni ju ai që hapni derën e parë. Demi. 17 korriku ju fton të shihni përtej asaj që është e dukshme. Ju mund të keni kaluar një periudhë ku keni analizuar shumë çdo hap, por tani fillon një moment ku besimi te vetja bëhet më I rëndësishëm. Në aspektin profesional, mund të merrni një informacion që ju ndihmon të kuptoni më mirë drejtimin ku duhet të shkoni. Financat kërkojnë organizim dhe durim, por një vendim I zgjuar mund të sjellë rezultate të mira më vonë. Në dashuri, kjo ditë sjell mundësi për të forcuar lidhjet përmes komunikimit të hapur. Ata që janë vetëm mund të ndjejnë një afrim me dikë që sjell qetësi dhe jo pasiguri. Mos harroni se disa ndryshime të mëdha fillojnë nga zgjedhje shumë të vogla. Binjakët. Për ju, kjo ditë sjell një energji më sociale dhe më aktive. Mund të ndjeni nevojën për të folur, për të ndarë ide dhe për të kërkuar mundësi të reja. Në punë, një kontakt ose një bisedë mund të hapë një mundësi interesante që nuk e kishit menduar më parë. Në financa, është moment I mirë për të rishikuar planet dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, fjalët kanë shumë rëndësi sot. Një mesazh I thjeshtë mund të ndryshojë atmosferën mes jush dhe një personi të rëndësishëm. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush me energji shumë të ndryshme nga e tyre. 17 korriku ju kujton se kur komunikimi është I sinqertë, shumë dyer hapen vetë. Gaforja. Disa përgjigje nuk vinë kur I kërkojmë me forcë, por kur jemi gati t'i kuptojmë. Për ju, 17 korriku mund të sjellë një moment ku një situatë e paqartë fillon të marrë drejtim. Mund të kuptoni më mirë qëllimet e një personi ose të shihni një mundësi që më parë nuk e kishit vlerësuar. Në punë dhe karrierë, kjo është një ditë ku intuita ju ndihmon të bëni zgjedhje më të mençura. Një ide e vjetër mund të rikthehet dhe këtë herë mund të ketë kushte më të mira për t'u realizuar. Në financa, shmangni vendimet e nxituara dhe përqendrohuni te siguria. Në dashuri, zemra kërkon më shumë sinqeritet. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë e qetë mund të sjellë më shumë afërsi. Nëse jeni vetëm, mund të ndodhë një njohje që fillon ngadalë, por krijon një ndjesi të veçantë. Mesazhi I ditës për gaforen. Ajo që duket e vonuar mund të jetë thjesht duke ardhur në momentin e duhur. Luani.
Jo çdo ditë kërkon të luftosh për të fituar, disa ditë kërkojnë të vëresh mundësitë që po afrohen. 17 korriku ju sjell një energji ku mund të ndjeni më të sigurt në vendimet tuaja dhe më të gatshëm për të treguar vlerat tuaja. Në aspektin profesional mund të merrni vëmendjen e dikujt që ka rëndësi për rrugën tuaj të ardhshme. Një përgjegjësi e re ose një ide që prezantoni mund t'ju vendosë në një pozicion më të favorshëm. Nga ana financiare, është një moment për të menduar strategjikisht dhe jo emocionalisht. Një zgjedhje e matur sot mund të sjellë përfitime më vonë. Në marrëdhënie, energjia është e favorshme për afrimin dhe për të shprehur atë që ndjeni. Beqarët mund të tërhiqen nga një person që vëren forcën dhe karakterin e tyre. Kjo ditë ju kujton se ndonjëherë mundësia më e madhe vjen kur ndaloni së kërkuari vërtetimin nga të tjerët. Birgjëresha. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën gjatë kësaj dite. Për Virgjëreshën, 17 korriku sjell një periudhë ku organizimi dhe qartësia mendore bëhen aleatët më të mëdhenj. Në punë, aftësia juaj për të parë gjërat që të tjerët ja anashkalojnë mund t'ju ndihmojë të zgjidhni një problem ose të fitoni besimin e dikujt të rëndësishëm. Një detyrë që dukej e lodhshme mund të përfundojë më lehtë nga sa prisnit. Në financa, kujdesi që tregoni zakonisht ju ndihmon të shmangni gabimet. Mund të jetë një ditë e mirë për të rregulluar planet dhe për të vendosur prioritete të reja. Në dashuri, mos mbani gjithçka brenda vetes. Një ndjenjë e shprehur në kohën e duhur mund të ndryshojë shumë. Për beqarët, një bisedë interesante mund të jetë fillimi i diçkaje të re. Mesazhi për Virgjëreshën: perfeksioni nuk është gjithmonë çelësi, ndonjëherë mjafton të ecësh përpara. Peshorja. 17 korriku sjell një moment ku ekuilibri bëhet më i rëndësishëm se kurrë. Mund të ndjeni se disa gjëra që kanë qenë të paqarta fillojnë të marrin formë dhe më në fund mund të shihni më qartë se cilin drejtim duhet të ndiqni. Në punë, një bisedë me një person të rëndësishëm ose një ide e re mund të hapë një mundësi interesante. Mos e nënvlerësoni fuqinë e kontakteve që krijoni gjatë kësaj periudhe, sepse një njohje mund të ketë ndikim më të madh nga sa mendoni. Në financa, dita kërkon kujdes me vendimet e shpejta dhe fokus të planet që sjellin stabilitet. Në dashuri, kjo është një kohë e mirë për të larguar keqkuptimet dhe për të ndërtuar më shumë mirëkuptim. Ata që janë vetëm mund të ndihen të tërhequr nga dikush që sjell qetësi dhe siguri. Mesazhi për ju është të mos kërkoni gjithmonë përgjigje perfekte, sepse ndonjëherë rruga e duhur zbulohet hap pas hapi. Akrepi. Ka momente kur një ndryshim i vogël në energji mjafton për të kuptuar se një kapitull i ri po fillon. Për akrepin, 17 korriku mund të sjellë më shumë qartësi rreth një situate që ka kërkuar durim. Në aspektin profesional mund të ndiheni më të motivuar për të marrë një iniciativë ose për të provuar diçka që deri tani e keni shtyrë. Një mundësi e re mund të vijë përmes një personi që ju vlerëson për aftësitë dhe për kushtimin tuaj. Financat kërkojnë strategji dhe jo nxitim, por një vendim i menduar mirë mund të krijojë një bazë më të fortë për të ardhmen. Në dashuri, emocionet bëhen më të thella dhe një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë shumë gjëra. Nëse jeni vetëm, mund të tërhiqeni nga dikush që ju bën të ndiheni të kuptuar pa pasur nevojë për shumë fjalë. Kjo ditë ju kujton se intuita juaj është një nga forcat më të mëdha që keni. Shigjetari. Kur horizonti duket më i gjerë, edhe vendimet bëhen më të lehta. 17 korriku sjell për ju një ndjesi lëvizje dhe dëshire për të dalë nga rutina. Në punë ose në projekte personale mund të shfaqet një ide që ju rikthën entuziazmin dhe ju shtyn të mendoni më larg. Një mundësi për të mësuar diçka të re ose për të krijuar një lidhje të dobishme mund të jetë shumë e rëndësishme për të ardhmen. Në financa, ruani ekuilibrin mes dëshirës për të vepruar dhe nevojës për të planifikuar. Në dashuri, kjo ditë sjell më shumë spontanitet dhe hapje emocionale. Çiftet mund të gjejnë një mënyrë të re për t'u afruar, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë që i zgjon kurreshtjen. Mos keni frikë nga ndryshimet, sepse disa rrugë të reja hapen vetëm kur guxojmë të largohemi nga ajo që njohim. Britsjapi.
Pas shumë përpjekjesh, ndonjëherë vjen një moment kur fillon të shohësh rezultatet e punës që ke bërë në heshtje. 17 korriku mund të jetë një ditë ku durimi dhe këmbëngulja juaj fillojnë të shpërblehen në mënyra që nuk i prisnin. Në karrierë mund të merrni një përgjigje, një vlerësim ose një mundësi që ju afron më shumë me objektivat tuaja. Një situatë që ka kërkuar shumë energji mund të fillojë të zgjidhet gradualisht. Në financa, kjo është një periudhë ku mençuria dhe organizimi janë më të rëndësishme se rreziku. Një plan i ndërtuar me kujdes mund të sjellë rezultate më të mira në të ardhmen. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për më shumë stabilitet dhe siguri emocionale. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë e hapur mund të forcojë besimin mes jush. Nëse jeni vetëm, një person me vlera të ngjashme mund të hyjë në jetën tuaj. Mesazhi i kësaj dite për Bricjapin është: mos nënvlerësoni rrugën që keni bërë, sepse çdo hap ka pasur një qëllim. Ujori. Një ide e re mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet për të ndryshuar mënyrën si shihni një situatë. 17 korriku sjell një energji më krijuese dhe ju nxit të mendoni jashtë kufive të zakonshëm. Në punë mund të gjeni një zgjidhje për një problem që ju ka shqetësuar ose të merrni frymëzim për të nisur diçka ndryshe. Bashkëpunimet dhe komunikimi me njerëz të rinj mund të kenë rol të rëndësishëm gjatë kësaj dite. Në aspektin financiar, bëni kujdes me vendimet e marra vetëm nga emocionet dhe përqendrohuni te zgjedhjet që sjellin vlerë afatgjatë. Në dashuri, mund të ketë një moment ku kuptoni më mirë ndjenjat tuaja dhe atë që kërkoni vërtet. Ata që janë në një lidhje mund të sjellin më shumë freski në marrëdhënie, ndërsa beqaret mund të tërhiqen nga dikush me një personalitet shumë të veçantë. Kjo ditë ju kujton se ndryshimi shpesh fillon nga një mendim i ri. Peshqit. Kur intuita dhe zemra flasin në të njëjtin drejtim, vendimet bëhen më të qarta. Për peshqit, 17 korriku sjell një ndjeshmëri më të madhe ndaj njerëzve dhe situatave përreth. Mund të kuptoni më shpejt se cilat gjëra ju japin energji dhe cilat ju largojnë nga qetësia juaj. Në punë, një ide kreative ose një aftësi që keni mbajtur në hije mund të vlerësohet nga të tjerët. Kjo është një kohë e mirë për të treguar atë që dini dhe për të mos qëndruar më në prapavi. Në financa, dëgjoni instinktin, por shoqërojeni gjithmonë me planifikim të kujdesshëm. Në dashuri, emocionet bëhen më të forta dhe një person mund të tregojë më shumë interes ose afërsi. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të vijë në një mënyrë të qetë, por të lërë një përshtypje të veçantë. Mesazhi për ju është të besoni te rruga juaj, sepse jo çdo gjë e rëndësishme shihet që në fillim. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën energjia nëse beson se 17 korriku po të sjellë një mundësi të re dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht tani.